Ajo që mund të themi është që legislacioni ynë është mjaft i avancuar sa i përket migracionit. Më thonë na jemi kujdesshëm në aspektin ligjor me transpozu direktivat e Bashkimit Evropian që rregullojnë këtë fushë, konventat ndërkombëtare që rregullojnë këtë fushë. Gjithashtu zyrtarët tonë kanë përfituar jashtëzakonisht shumë prej mbështetjes të partnerëve tonë në ngritjen e kapaciteteve të tyre profesionale. Domethënë kemi përfituar nga trajnimet e avancuara që ofron qoftë UNHCR që ka ofruar kaluamën, tash Agjencia Evropiane e Azilit, AEM, Frontex dhe gjithë partnerë tjerë, Gizi gjithashtu dhe partnerë tjerë tonë që janë të specializuar në fushën e emigrimit, kështu që gjithë zyrtarët tonë kanë përgatitur të duhura për mi trajtu në mënyrë të barabartë gjithë migrantët, por me theks veçantë për mi trajtu në mënyrë profesionale migrantët apo migrantët të cilët konsiderohen si kategori të ndjeshme të që ta dëmon nanat vetë ushqyse, viktimat potenciale të trafikimit apo të kontrabandimit, gratë, shtatë zona, të miturit e pashoqëruar. Kështu që jo vetëm që është ky vlerësimi ynë që trajtohet në mënyrë mjaft profesionale, por kemi edhe vlerësim edhe për organizata dhe institucioneve ndërkombëtare që të monitorojnë dhe vlerësojnë punën tonë, që Kosova, çantat e akomodimit, trajtimi që bëhet migrantë, domethënë i plotësojnë standardet evropiane në këtë fushë.